Përshëndetje të gjithëve, në këtë intervistë do të jemi me sekretarin e degës Misto Mames, Ervinia Oplari, me të cilin do të flasim në disa nga pikat e platformës politike për të ndarë idetë të tij konkrete. Përshëndetje Ervin. Së pari të falenderoj që more pjesë në këtë intervistë për ndarë me ne disa nga mendimet tuaja mbi platformën politike të lëvizjes shqipëriare. Dua të di se si jeni njohur me këtë lëvizje. Me lëvizjen në Shqipëria jam njohur në rrjetin e shoqërisë time. Dëgjova që flitesh për një lëvizje të re që ishte një pjesëmarrje të gjerë të rinjve dhe në këtë mënyrë unë u bëra aktiv dhe fillova të ndjek lëvizjen shqipëriare. Ju jeni njohur me platformën e kësaj lëvizje, le të ndajmë së bashku një mendim të përgjithshëm se si e konsideroni, si do ta cilësoni këtë platformë. Jam njohur me pikat që ka hedhur për të debatuar lëvizja shqipëriare me platformën e saj dhe ka disa pika shumë interesante dhe disa që janë tabu për shoqërinë shqiptare. Ka disa pika që janë të mira për ekonominë, për taksat, sistemin e taksave që mund të funksionojnë në Shqipëri dhe disa pika që lënë vend për të shtruar debat dhe disa të tjera që janë të duhura për Shqipërinë, domos për shtresën e mesme dhe të varfër që është pothuajse 75% e popullsisë së Shqipërisë. Ndalemi pak tek pika e platformës së kësaj lëvizje që flet mbi ekonominë dhe që në fakt është kushtuar një rëndësi të madhe, siç e tha Diu pak më sipër, duke sjellë një sistem të ri, duke futur koncepte të reja. Ju si e mendoni? Duke parë bizneset aktualisht dhe sistemin e taksave që funksionon në Shqipëri, bizneset nuk e dinë sa taksa duhet paguajnë në këtë sistem, gjë që është shumë e vështirë. Më zhdukur një zgjidhje vërtet e arsyeshme për sistemin e taksave që paguan taksën në fillim të vitit dhe kjo bën të mundur që një biznes ta di sa ka për të paguar çdo fillim viti dhe të vazhdoj biznesin e tij gjatë gjithë vitit, duke njohuar fitimet dhe koston që ka vetë biznesi. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme e kësaj platforme është lufta për korrupsionin. Le të flasim konkretisht në sistemin e drejtësisë shqiptare, a ka vend për ndryshime aty dhe çfarë duhet ndryshuar me patjetër? Në lidhje me sistemin e drejtësisë, është shumë e drejtë që lëvizja shqipëriare është bazuar mbi sistemin amerikan dhe kjo për bërë një përparësi ose mund të thash një risi nëse zbatohet në Shqipëri, pasi shumë gjykata nuk kanë të kryejnë funksionin me ligjin aktuale dhe besoj se antarët e gjykatës së lartë duhet të zgjidhen nga populli dhe të mos kenë as deputetët, as gjykatës mos kenë imunitet, po të jenë përpara ligjit të jenë gjithë barabartë, si i thjeshti, si njëri i thjeshti dhe ai që është në pozitë drejtuese. Përmendët disa nga pikat dhe i cilësuat si tabu, cilat mendoni se janë ato? Disa nga pikat që janë tabu janë ligji për femrat, që femrat duhet mbrojtur, dhe poligamia. Nëse neve e lejojmë që nëse një femër rihet apo keq trajtohet nga dikush, a do ta gjykoj këtë femër nëse vetë kjo femër ka bërë një gabim dhe ka shkelur ligjin. Mënyra se si do veproj ligji mbi këtë femër është diçka që bën kontradikt me vetë ligjin. Edhe çështja e poliganisë, vërtet shteti shqiptar ose popullsia shqiptare në zonat kufitare martohen me serb, me grek, me maqedonas, por kjo ndodh për shkaqe ekonomike, që vetë platforma duhet të gjejë disa pika që të gjejë mënyrën që në zonat kufitare të rritet, të bëhet çështë mundur rritja ekonomike dhe punësimi dhe emancipimi i shoqërisë shqiptare, i zonave kufitare. Për këtë është diçka që këtu në kryeqytet nuk e pranojnë femrat ligjin e poligamisë, kurse në zonat kufitare jo se nuk mund ta pranojnë, por duhet gjetur pikat ku çelësi që duhet të kapi këto pika. Disa nga pikat i cilësuar si të domosdoshme dhe në fakt do flasim për një gjë shumë të domosdoshme për rinin dhe ndalemi te punësimi. Kjo platformë thotë që në administratën publike të punësohen individët deri në moshën 45 vjeçare dhe më pas të japin kontribut në sektorin privat. Ju jeni pro kësaj pike dhe si mendoni se do ndikojë kjo në punësimin e të rinjve? Unë jam pro kësaj pike në disa pika të saj, por në disa pika pasaj është diçka e veçantë sepse vërtet mund të heqësh në administratën shtetërore personat janë mbushur moshën 45 vjeç, por ka specialist ose ka njerëz që janë pika kyçe referimi për ato siç janë në sektorin energjetik, në sektorin e arsimit, në shumë sektorë të tjerë, që janë vërtet janë inxhinier ose janë profesor, që janë të vërtet të domosdoshëm për atë profesion. Pastaj ka disa
pika tjera, pastaj duhet të hiqet në mënyrë domosdoshme që ligji aktual thot një profesor që ka gradën profesor doktor mund dalin pension kur të doj. Kjo besoj se është pak e tepruar. Vërtet shkon në limite, sepse ai vërtet shkon në moshën e tij 70-80 vjeç, po vetë shkenca ka treguar që personi po arriti deri në 65 vjet fillon e bie. Jo më tani që kemi akoma aktual, kemi 70 sa vjeç profesora doktora që japin, edhe i kemi edhe në Akademinë e Shkencave gjë që ata vetëm sarin atje edhe marrin atë rrogën e tyre. Ervin, të falenderoj për gjitha mendimet që dhe është gjithashtu shumë e rëndësishme të marrim zërin e të rinjve dhe të marrim mendimet e tyre konkrete mbi këtë platformë. Faleminderit juve për mundësinë që më dhat për këtë intervistë dhe sukses.